Ka nisur këtë të martë pelegrinazhi në Kishën e Laçit, udhëtimi shpirtëror i 13 të martave të Shënandot, një traditë e njohur e besimtarëve katolik që i përgatit ata për festën e Shën Antonit të Padovas me 13 qershor. Edhe në rrenojat e kishës shekullore të Shëngjinit në Rashkullaj të Malësisë së Madhe, u kemtua mesha e shenjtë që udhëhoq nga arqipeshkvi Giovanni Peragjine. Në mesazhin e tij, Zot Peragjine theksoi rëndësinë që duhet të kemi në marrëdhënien tonë shpirtërore me Zotin. Koka e krejshmeve na fton të qëndrojmë më shumë me Zotin. Koka e krejshmeve na fton të qëndrojmë më shumë në meditimin e fjalës së Zotit, që jeta jonë të krishter të rritet, që jeta jonë të krishter mund të zbuloj më shumë praninë e Zotit në jetën tonë. E ne mund të zbulojmë çfarë do të thotë të jemi të krishter, dëshmitar të pranisë së Zotit në mes nesh. Edhe ne, vëllezër e motra, jemi njerëz me besim, por të paralizuar. Ndoshta edhe ne kemi dëshirë diçka më tepër, por nuk kemi fuqi për t'u lëvizur. O ndoshta mund të themi që jemi të kënaqur në atë vend, në atë pozitë që ne mbajmë. Edhe në livel shpirtërore, jemi të kënaqur vetëm për çfarë kemi bërë deri tani. Donjëherë shkojmë në kishë, kur kemi mundësi bëjmë rrëfimin, kur fillojnë të martën e Shënanot shkojmë rregullisht, e jeta jonë shpirtërore ngel në atë situatë. Nuk mundohemi të bëjmë asgjë më tepër. Ose shkojmë të Zoti, shkojmë të kisha, vetëm kur kemi nevojë, sepse besojmë të fitojmë një mrekulli, një ndihmë. Pelegrinazhi i shenjtë fillon në mes të muajit mars, që është e marta e parë e pelegrinazhit në shëjtoren e Shënandot, dhe përfundon në 13 qershor, që është edhe festa.